Është momenti për bisedën e parë në studio, ku unë kam të ftuar një zonjë të vërtet, ndonë se kishte shkuar në vitet 98, pra me rastin e luftës së fundit në Kosovë, kishte vendosur të shkonte në Norvegji që të shkollohej atje, të zhvillohej atje, të arrinte të gjitha ambicet, por një ditë të bukur të kthehej në Kosovë. Me mua sot në studio është Fitore Kallura, estetiste, për biznesin e saj do të flasim në detaje, po ashtu edhe për ambicet që ajo ka realizuar sa ishte në Norvegji. Fitore, mirë se vjen në moment të dashur. Faleminderit, mirë se gjitha. A janë gjithë njerëzit në Norvegji kaq pozitiv si kur ti? Nuk e di, nuk e besoj. Kështu në statistika jeni shumë popull i lumtur, vazhdimisht delin duke mbajt primatin. Edhe. Nëse kthehemi, dua ta di pak më tepër historinë tënde, sepse me të vërtetë ishte inspiruese qysh në momentet e para tona të takimit, kur ti më tregove që 4 vite tashmë që je këty në Kosovë, ke marrë një vendim pra për të vazhduar këtu. Por nëse kthehemi mbrapa në kohë, në vitet 98, ti realisht vendose së bashku me familjen të shkonit në Norvegji. Nuk vendosëm, u detyruam, se atëherë u kanë edhe koha e luftës. Une jam rritë në Norvegji, atje edhe ku kry shkollën, do më thonë arritjet e mija, baza u ardhë prej Norvegjis. Jam shku si fëmije ku marrë jo kulturën, normal që do të mu përshtatë, krejt ato, ama gjithmonë e kum pas Kosova, gjithmonë ka në veni ku e kum gjetë vetën. Edhe nuk e kisha menu që kam e marrë qëtë vendim, u kanë shumë shpejt, po nuk është që i kumë ra pishman, hala. Edhe tash që 3 vite kemi ha biznesin këtu në Kosovë, shumë mirë shkon, edhe besoj që tash fillimi normal që gjithmonë është ma i vështirë, po me kohën gjithçka shkon edhe ma mirë. Çka të shtyri, sepse the shpejt? Çka të shtyri? Cili ishte motivi kryesor që vendose? Prej 2018 një marrë dhe ku maj trajnime, pëse jam mësuese internacionale për qërpeke dhe për vetla, edhe më beke shumë shpesh marrë me maj trajnime. Edhe e shesha që jo që këtu nashta tregi është pak maj që kërkon sanet ma shumë, po e shesha që ka nevoj për ndryshim për të mirë, ka nevoj për marrë dikush edhe me thonë që okej, me dërzu kualitet, me ba diçka që jo që është punë, po diçka që për një me du më shpirt edhe nuk është që është si punë, po si hobi, thjesht diçka që hobi jam unë ka një mu ma rritë që të ku jam unë sot. Edhe nuk qaj u kona shtyja kryesore se e shesha që në Kosovë ka shumë prirje, po do diçka me ndërhy, më arë që më thonë, okej, wow, a qështu do të me ba. Sa më para kohë kanë qenë në këto trendi në Norvegji se sa në Kosovë? A kemi qenë hapin e njëjtë, apo kanë ardhur dukshëm vite më vonë gjitha shërbimet e tua për shembull në Kosovë? Jo, ndoshta ma ka dalë në Kosovë, se në Kosovë është nëse bën dikush një sen, tash e kum kuptu, nëse bën dikush një sen që unë krejt edhe bën qatë sen, nuk shyrin se qka përshtatë për se cilin person. Po me kanë profesional, dhe më thonë, do të me gjithë në specifik diçka për se cilin klient, jo të njëjtat se cilës. Norvegji unë kanë prej 2015 ka fillu më hinë treg mbjellja qërpekve, që atëherë dhe hapa salonin tam të pari në Norvegji, edhe tu punu, tu është po që po më vynë adin me punu me produkte ma kualitet, tani edhe startova brandin tam, që e kena për qërpeke dhe për vetulla, që atëherë tani marrë kërkesa prej Kosovës për marrë dhe mi promovu produktet. Kur edha që atëherë poshtë, okej, këto dohet diçka ma shumë, dohet mja fillu me trajnime, dohet me pru produkte që për një me jenë kualitet, që ti sa dush bën e punën kër nuk i ki produktet, ose sa dush i ki produktet e mira nëse nuk i ki punën e mirë. Këto do të nkonë mu për shtatë. A ishte kjo shenja kryesore realisht që një ditë e dije që do të ktheheshe në Kosovë, apo kishte pastaj edhe indicet të tjera? Jo, në 2018 nuk e kum ditë, se vesha e krysha punë edhe kush kisha në Norvegji, thësha, sa mirë mu këthy. Ama të ardhë ma shpesh, të e po që, okej, nashta këto është një jetë, nashta nuk kam drejt mu shprej, ama për mu është një jetë ma pak stres, njerës që në ma laid back, nuk është se kime me shku mas një programit, se Norvegji e ki mu qu fëmin, me shku më punë dhe shkëndita adin programume. Këto unë ka shumë që di se kretë kishin ko për kafe të në kohën. A e pina një kafe? Po, mërë hajde. Norvegji do të me planifiku për me dalë me pi një kafe.
Ka ndihmu kjo edhe sa i përket karrierës, apo realisht e ka vështirësu këtë pjesën e profesionit tënd? Jo, tash mirë, do të më përshtat që atë ku të është. Mirë është, tash të gjithmonë thojna se është shumë vështirë një shoqe me bë kliente, ma shpejt të bëni kliente shoqe. E për shkak ata edhe kur punon me njerëz, i kupton senet, diqysh dalin natyral ndodhin gjithçka. Fillimi për shembull nëse ka rezervuar të këtij në orën 12 po themi, ose në orën 14 kur është edhe koha e punës, çuditeshi me kërkesat e klientëve? Jo, më shumë po çuditna që vonuan shumë. Nuk i respektojnë terminet. Që ajo më shumë të u kanë ma e vështira për mu, se na jena shumë strek, shumë të sakt jena me terminë në Norvegji. Si të doktori, ku do që shkojnë, adin, gjithmonë shkojna ma herët. A këto, do të mi prit klientat, edhe tani... Edhe zonjëra tjetrën. Po, e që është paket, se unë ju mësu të nëkonë, masi që ju marë për atjet, ju mësu me punu me orare, me termine, e që ju kanë ndryshimi maj madhe për mu. Një ndryshim pozitiv që e ke gjetë në Kosovë, ndoshta një transformim, për shembull prej viteve të hershme, edhe pastaj kur je kthy për herë të parë, çka të kalon më shumë ti përshtypje kështu? Kosova për një me është u bë ma mirë për ditë edhe ma shumë, edhe për shkak u kanë arsyeja se unë i kam 2 fëmijë, edhe e kena menu normal se qysh është siguria, e ke këso sana, po është u bë për ma mirë, ka dhe ma shumë klienta që janë të hujt. Na shumë punojna me klienta të hujt, jo shqiptar, po ta mund për shkak Zvicran, Francës e tjerë, që vinë edhe mahnitën për e kena tash të unë mëj me lavdu sa du, se është saloni jam, po e kena një interjes shumë të mirë, edhe punojna shumë me Google. Klientat na gjenë mes Google. Kur të vinë, do më thonë, është mirë me përfaqësu Kosovën një mënyrë shumë profesionale. Edhe qa është qëllimi jam, me kallëzu që e bojna punën profesionale, edhe nashta që çmimet janë ma lirë, po puna bëhet mirë. Ne kur e mendojmë për shembull njerëzit në Norvegji, na duke njerëz të thjesht, ka pas treg vazhdimisht për punën tënde atje, sepse duket që ata orientohen më shumë nga thjeshtësia. Pse i kanë bërë për shembull, ose cilat kanë qenë motivet kryesore pse ata kanë vendosur të bëjnë shërbime të tilla? Janë shumë njerëz thjesht, janë pa komplekse, çka do që bëjnë për veti. Normal që ki edhe prej atyre që ki blogeret ndryshme, po gjithçka funksionon ndryshe se në Kosovë, nuk egzagerohen sene qash shumë si këto. Norvegji i kum pas 2 salone. Njani në ndoftë me mbyllë shkaku që vendosën marë në Kosovë. Kum pas klienta për 6 vjetë që më kanë arë çdo 3 javë. Do më thonë, vinë, e shvizojnë kohën e pauzës, vinë për mu qetësu, mu relaksu në qatë kohë, edhe thjesht se i bën mu një mirë. Do më thonë, për vetën e bojnë, veç sa meni që është konfident me vetën. Dhe kjo është kryesore realisht vetja në radhë të parë, pastaj janë ato vendimet. Kurse në Kosovë, po e bëjmë të kundërtën? Po. Në Kosovë, po, fatkeqësisht. Tash, normal, na nuk do të mi kap krejt dhe mu shprej për krejt, ama shumica, po. Se këto është ma shumë, Norvegji ma shumë i jepim rëndësi sjelljes tonë ndaj vetës, ndaj personave që jena me ta çdo ditë, jo rrjeteve sociale, gjithçka edhin është ma shumë e limituar se çka shpërndan ose çka i tregon tjerëve. Këto si me shpërndan sa ma shumë, aq ma mirë. Dua të ndalim pak edhe te karriera jote që vazhdon jo vetëm në Norvegji, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të ndryshme të botës, duke ia ofruar një trajnim profesional për gjithë ata që dëshirojnë të bashkohen kësaj fushë. Po, unë jam mësuese internacionale, por që shpek edhe për vetulla, edhe vazhdimisht provoj që mu zgjeru, jo vetëm produkte, por edhe në akademi, kam qef që puna mu bë shumë me kualitet edhe profesionale. Moj trajnime, ku moj trajnime në Zvicër, në Gjermani, kam shumë shpesh studenta që vinë për me moj trajnime, shkaku që na i kena diplomën norvegjeze, masi jena akademi norvegjeze dhe operojna në qatë aspekt. Mirë, po ecën mirë, ka interesim besoj të mjaftueshëm, janë shqiptarët kudo në botë që duan të bashkohen fushës së njëjtë? Po, ka shumë vajza. Jo vetëm se dojnë me fillu një punë 3 ose një profesion 3, po kanë qef me pasi hobi ofër punës që e bajnë që e kanë si kryesore. Jenë kontakt me to pastaj se si vazhdon rrugtimi i tyre dhe çka të thojnë më shumë? Unë jam shumë feministe, edhe kam shumë qefin për krah femnat, jo vetë se unë si femën ku marrit ku jam, po kam qef, jo vetë që unë për krejt femnat që ka një qëllim ose një dëshirë, me di që është e mundshme, edhe ju kom thonë, kam vajza që kanë kry trajnimin
po në 2018, pa marrë parasysh çka, edhe një që më keni mrapa meje. Edhe nuk I konsideroj kur si konkurrencë. Po unë jam, nëse një studenti jam ja arrin, po thuj se nashta dhe ma shumë sone, më ndodhë, se unë nashta e kumë gjetë vetën këtu ku jam edhe nuk I dihet jetës. Unë jam shumë krenare se aja studentja jam, do më thonë ka ardhë prej meja. Kështu që ju më thonë pa marrë parasysh çka më keni mrapa. Pra e shes si pozitive këtë në momentet kur e shes që realisht në zënë si po bëhet më mirë së sansës? Gjithmonë. Po mirë, sa I përket për kërojës, ka shumë të tilla që I ka nisur bizneset e tyre, dërgojnë fotografi, për shembull, ato punët e tyre të para, klientët kush ja ka besuar punën e tjera. Ka po jo shumë, ma shumë janë t'jashti që e bojnë këtë punë, se sa në Kosovë. Nuk e di pse. Vazhdimisht në më provojmë I përcjell, po kur ki shumë studente, është edhe shumë vështirë, se unë edhe kam akademinë, edhe punoj në salon, edhe mirëna me dosane tjera, produkte, të nkona, edhe në kam diçka që me bë, nëse dikush nuk qëtë nërmenë, për mu është pak vështirë, po të nkohën provoj që adin më nejtë në rjedha, mi përcjell krejt, normal ato që dojnë mbështetjen. Fitoret ka pengu ideja që për shembull janë disa shërbime ku në botë kushtojnë, dukshëm më shumë, dukshëm më lartë, janë shërbime luksoze themi, nuk përfshihen ato mirat normale, dhe prandaj se të tilla paguhet. Edhe kështu edhe kjo pjesa e pamjes fizike, ku realisht dëshiron ndryshime vazhdimisht tek vetja, duhet të paguhet. Kurse në vendin tonë janë disa shërbime të cilat ndoshta ato bazike të paguhen më shtrenjtë se sa këto luksoze. Si e ke parti? Po unë e kumë po këta shumë ndryshim, se unë kur I marrë prej Norvegjisë, çmimet më ka duft me zbrit në ashta 40%, ose 50% në do raste. Kjo është një punë që më thonë luks. Edhe gjithë shka që është luks, do më thonë, do të më pagu se ti nuk përbën, nisan që do të gjithë shysh, por nisan se po ki qef. është shumë keq, se si mas menimit tam, tregu është shumë I dëmtuar, se këtu nuk punojnë, nuk I vlerësojnë, ose nuk I qesin çmimet mas kualitetit ose produkteve, po si që shka kujshia, që adin me marë klienta ma shumë. Nuk është të thane që me marë ma shumë klienta, po është të thane që kualiteti me kanë ma I mirë. Sa I përket produkteve, vazhdon të qëndrosh besnike në Norvegjisë ose vendeve të tjera të botës në momentin kur I importon qoftë edhe atë lëndën bazike, ndoshta pjesën bazike që të shfrytëzon? Gjithçka shkon mes Norvegjisë, shkaku që veç kena atje biznesin, që e kemi fillu. Produktet tona prodhon në Evropë, se e kemi brandin ton, edhe këto janë me standardeve evropiane, kështu që jena shumë të fokusum në përmbajtje, çu bën produktet, edhe po I ku marrë shumë produkte, I ku importu prej Norvegjisë, jo brendi tem, po brendet ndryshme, veç arsyeja se me kanë 100% kualitet edhe me di se me çka po punoj. Ti përmendet që është prish tregu edhe sa I përket çmimeve, por në anën tjetër është prish tregu për atë arsyeën që ndoshta ke estetistët të cilat nuk janë të kualifikuara në shkollim, ju pengon edhe juve dhe pastaj në pas të çmimit I kemi edhe klientët të cilat dominohen prej tyre. Tash profesionalizmi varet jo prej punës që bën, po varet se sa ti trajnohesh më tutje, se nuk mundesh të më shkuvesh një trajnim me krye dhe me thonë, ok, unë I di krejt edhe ose I këto për shembull që e kryejnë trajnim për vete dhe ja fillojnë me marrë trajnime për tjerat. Ti të nkon du të më kanë rjedha, të nkon du të më përmirësu, të nkon du të me gjetë diçka që ti mundesh me bë diçka ma mirë. Tregu është në lëvizje të nkohën, edhe qaj është pak keq se, për shembull, trajnimet kushtojnë, produktet kushtojnë, edhe çmimet duhet më bë si mas shkollimit që ki, e jo njëjtë. Edhe pak është keq se unë për veti, unë e vlerësoj veten në dituri që kam edhe ato ku kam arrit. Edhe nuk mujt ashtu në shkaku që tjerat I kanë çmimet ma olt, me shku edhe në njëjtin nivel, se unë e di që ku jam. Po, sigurisht. Ke ndonjë histori interesante sa I përket edhe me klientë dhe që dëshiron me na tregu, e di që janë të shpeshta klientët, e di që vizitat e tyre janë gjithashtu të shpeshta, por diçka që të kam vit në mendje, edhe që e kujton? Kam shumë si me studente, si me kliente. Një që është pak ma interesant u ka një kliente që nuk u mujt me qupi gjumit, se ka marrë gjumit u jam bjellë qërpekt. Ajo ka në adin ma epizoda ma e humor, që me thonë se tha qash mirë, tha qash rahat ju një, tha që ku menu tha që jem shpet të flajt. Që kjo adin pak është ma interesant, se për tjera adin nuk është që ndodhin senet të nkohën, kena të bëjmë njerëz.
Kështu jam mësuar tash, nuk është që më lën diçka shumë për shtypje. E tregove që interieri është mjaft i rehatshëm, mendon që ka ndikuar në gjumin e klientës edhe kjo? Po dhe për çfarë arsye ku mbajmë shku me ngjyra tokës, ku provu me bën një atmosferë sa më nxehtë, që punime edhe më kanë më relaksuese për neve që punojnë ato, se ka shumë domethënie kur tresh një punë 8 orë për shembull, po ashtu edhe për klienta që vinë. Se kena klienta që vinë edhe rrinë të ditën, do më thoni kryjnë krejt shërbimet, prej thajve të flokët vazhdojnë tani, kena dhe formësim trupit, i kryjnë krejt shërbimet më rrana një dite. Edhe ato vishë vazhdojnë, për krevetin krevet, për krevet. A ka dikush që dhëtë për shambull tash u lodha? Po, tonight, po. Se na jena shumë të hapta me klientin. Do më thonë, edhe klientit që vinë të na e vrejnë që e kena energjin shumë të mirë, se klienti du të mu pritë mirë, zine se është musafir në shpitane, që ashtu ju thomë në krajtëve. Edhe vinë, ulen me neve në kuzhinë gjatë ditës, hajna bok, do më thonë, ki ditën e kalojna bashkë. Kështu që i bojna munit ta mënë si në shpe. E ki pas të vështirë, me që je këthy edhe e ke gjetë një transformim në këtë fushë, si që po e quan, e ke pas vështirë ndërsa dhe për zgjedhjen e stafit, në njërë që ta kenë energjin të ngjashme me ty edhe ta kenë atë mirësjelljen dhe mirëpritjen edhe ndaj klientëve, po të njëjtën si kur ti? Po, shumë. Në fillim kum pas ma shumë staf, po me kohën mu ka duft mi hek shumicën, prej fillimit e kam veç një, edhe ajo është, jo që kam si punëtore, po është ma shumë si shoqe jamja, se e kalojna shumë kohën mirë, bashkë, se jena në punë të nditën, do më thonë, edhe si shoqe, edhe nuk është që janë zojnë anjanës tjetër për të madhe nëse i thojna diçka. Jeni bo si familje tash? Po. Se nga njerë në punë më shumë kalon kohë realisht këtu, se sa në ambjetet e shtëpisë. Po, edhe fëmijami, bilem se unë i kom 2 fëmijë, fëmijami kur vine për qafin, edhe është sikur pjesë e familjes tonë. E tregove që i edhe nane 2 fëmijëve. Tregon pak më shumë se çfarë moshash janë ata, si ju pritën lajmin kur ju vendosët të ktheheshit në Kosovë, si latë Norvegjin, në çfarë moshe? Vajzën e kam 10 vjetë, djalin e kam 6. Ma vështiru kam për vajzën, se ajo veç e filloj me bashkëshnin, ajo atje në shkollë ka shku. Për ato au kanë shumë vështirë mu inkuadru në Kosovë, thjesht pjesa mentalitetit, gjuha nuk u kam problem, se ju ka ra, e kom fillu punës masi që u kanë vajzat 8 muj. Kështë që u kanë shumë e vogële dhe i ka ra me nejtë me prindë të mi, e kam su gjuhën shqip shumë mirë. Po mu inkuadru dhe me gjithë që është një ka pas shumë vështirë. Shumë vështirë? Po. Kështë që me ata kun pas pak ma shumë vështirësi, se djali maj, atina nuk janin. Thoti që u linë Kosovë, u ba qaq mirë pi pëlqen këto. Po i pëlqen Kosova? Po mirë bashkëshorti, si e priti realisht? Kush nga ju të dy ishit më vendimtar në këtë aspekt që të ktheshit? Unë. Jo, a ishte kunder. Kur ja kum përmen, ka thonë jo, harrot, ti nuk mund është më pushtat në Kosovë, mentalitetin e ki ndryshe, nuk mund është me menu sigur ata në Kosovë. Edhe unë e thesha, okej, ti meno ashtu, unë ka me bo. Po tha, edhe më tha harro, që të le. Edhe që i tala, 3 muj, mas 3 muj, tha, po shkoj tha në Kosovë, saj familjen e ka këto. Thash, okej, edhe ma mërmena që ka marrët me vizitu familjen, edhe më thiri në telefon, tha, ta kum gjithë ta lokalin. Thash, shka? E për shka i shkute? Jo, tha për më ta gjithë lokalin. Thash, okej, a me marrë? O, thash, mere. Edhe qatu tani edhe a i vendosi, edhe për qatë ashtu i vendosë me mbyllë salonin e 2 në Norvegjise, nuk më isha 3 salonin e 2 fëmijë shumë vështirë. Edhe pse kjo të në kohë nuk ka një mu në biznes, edhe më kam bështet edhe me fëmijë, po është thjesht detyrat edhe sanet që i kom one, unë beke shumë vështirë. Ka pas një profesion të ti, apo realisht pri fillimit është dedikumet në ndihmu ty dhe me ngrit biznesin bashkarisht? Po, ka pas profesionin e ti. Ku lindi djali, i thash, nëse kena me arrit diçka, ose nëse më përkra mu, do të më përkra plotësisht, edhe la punën, që ajë mu përkujdes për letra, për produkte e tjerë, edhe mu mi dërzu, mi marë fëmin, mu mirë me fëmin. Është e bukur kjo që në kohën moderne realisht nuk ka më ajo pjesa që këto obligime i takojnë gruas, këto obligime i takojnë burrit. Realisht nëse duam të arrim diçka duhet bashkarisht, apo jo? Dhe këtë shembull edhe ju po e jepni. Po, ashtu është vërtet. I mirë si rrugtim në aspektin që i ke përkroj edhe kratë fort bashkëshorti në tjetër i keni edhe 2 fëmijë të shëndetshëm që po i rrisni së bashku? Është shumë mirë. 2 fëmija mi hapat e pari kanë marrë në salon.
Në salon. Në salon. Kështu që ju rrit me qerpek, ju rrit me vetla, edhe djalit është herë do kur vizaton, gjithmonë e vizaton FRK, të nkohën, se që është inicialet e mia, të nkohën i vizaton FRK Beauty edhe qerpek ato për funi. Edhe ju rrit me qatë, që më thonë, me qatë frym. Është shumë vështirë me kanë femën, biznes, me kanë non, me kanë gru, me kanë vajzë, motër, do më thonë ki shumë role që do të mi përmbush. Se fundit, unë e kumë vendosë që të rrugë tem. Kumë pas sanet ashtë mira, po edhe shumë vështira. Të nkohën unë ka pengu koha që s'ku mujt mja kushtu fëmive, po më ka duft me kam punë në për panajire, në për trajnime. Kum punu shumë net gjata, arsyeja për me mi kushtu kohë fëmive gjatë ditës. Kështu që ka shumë sene pozitive, ka do negative, po njeri do të me balancu edhe kur të arrin qëllimin, kështu ja vlen. Vittoria, ishte shumë kënaqësi të kisha sot në studio, na ke dhënë një histori të veçantë për jetës tënde. Unë po dëshiroj shumë suksese edhe uroj të shihemi sërish, se ta shih në Kosovë. Që shpresoj të shihemi sërish. Faleminderit shumë. Me shumë kënaqësi. Të dashur televizionistë, do ndajemi vetëm për pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish në bisedën e dytë, kësaj here do të jetë një lidhje direkte. Qëndroni me ne.